unë mund të cilësoj ty dhe ju jeni si të paftyra për një veprim të tillë. Dhe thash, ju dyja ziheni nga mëngjesi deri në darkë për një lojë që të dyja pak a shumë e keni bërë lojën e njëjtë. Tash që ta ka kopjuar aty lojën dhe ka desh me bën një lojë se jotja, por që lojën e keni pas pak a shumë i saj ju dyja. Brigena, ti kur ke analizën e lojës së dikujt, edhe kur do të debatosh me dikë, po zgjedh ta bësh me tonë të ulta, është gabim? Qysh? A është gabim kur atë debatin që bëhet me tone të larta, do ta bësh me tone të ulta, është gabim? Tash nëse po të pyes, a është gabim? Po të përgjigjna, nëse 100 herë ju shoh të bërti debatu, edhe një herë ju shoh të debatu në mënyrë normale, unë mendoj që jeni të ful normal, unë mendoj që nuk jeni të debatu në atë moment. Po pse a futesh ti, a i bie që në atë moment ti futesh si pyk? Jo, nuk futem si pyk, po përderisa ju shoh gjithë kuçe, 100 herë kuçe. Po ti me disën ke bërë një bisedë normale? Po, këtu desha me dal, se unë ditën tjetër kur ka ndodhur ajo me po ti e kulluar, e di ke shkuar dhe ke kërkuar falje. Pa ke bërë biseda normale. Po sepse ti gjatë gjithë kohës nuk më bën prapë se ti gjatë gjithë kohës. Kam bërë biseda normale. Patjetër, po di unë e kam dëgjuar. Po prapë më bën sens se ti gjatë gjithë kohës vetëm vërtet me Edison, vetëm debaton. Mas asaj konge, asaj gjë që kam gabu dhe për meni halas nuk është marrë për mua me thonë që kam gabu, që kam cekat kong në atë moment. Prit, kam gabu, e unë ditën tjetër i kam shkruaj kam thonë, e di sa kam thonë, unë gishtin nuk ta kam bë, po prapë nëse ti e ke marrë në atë mënyrë, unë të kërkoj falje edhe për këngët kërkoj falje. Ditën tjetër kemi qenë jashtë edhe ja kam thonë kur gjë. Tash, edhe nëse debatoj, edhe nëse flas normal, unë e kam parë me veten se ja kam kërku faljen për atë gjë. Tash ajo ma pranon, nuk ma pranon në rregull. Okej, po